Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 27 vjeçe dhe jetoj në Tiranë. Jeta ime është e thjeshtë, e ndërtuar mbi rutinë. Zgjimi herët, një kafe e shpejt, pak nxitim dhe rruga për në punë. Nuk jam nga ato që kërkojnë aventura apo situata të pazakonta. Përkundrazi, më pëlqen qetësia dhe parashikueshmëria. Por një mëngjes gjithçka ndryshoi. Ishte një ditë si gjithë të tjerat, u zgjova pak me vonesë dhe dola nga shtëpia me nxitim. Trafiku ishte i rënduar si gjithmonë dhe unë po përpiqesha të mos humbisja më shumë kohë. U ndala në një semafor. Ndërsa prisja dritën jeshile, mendja më ishte tek puna, emailet që më prisnin, te mbledhja e mëngjesit. Nuk po i kushtoja vëmendje asgjëje përreth, derisa dëgjova një trokitje të lehtë në xham. U ktheva dhe pash një burr. Ishte rreth të 5 jetave, i veshur thjesht me rroba të konsumuara, fytyra e tij duke i lodhur, por ajo që më bëri përshtypje ishin syt të ngulur, të qetë, por njëkohësisht të pakuptueshëm. Në fillim bëra sikur nuk e pash. Pash drejt përpara siç bëjnë shumica, por ai nuk u largua. Trokiti përsëri dhe këtë herë më fort. Ktheva kokën dhe për një moment syt u kryqëzuan. Nuk e di pse, por më erdhi shumë keq. Ndoshta sepse dukej i pafuqishëm. Ndoshta sepse ishte mëngjes dhe mendova që një gest i vogël nuk më kushtonte asgjë. Hapa pak xhamin dhe i dhash 20 lekë që kisha aty pranë. Faleminderit, tha me një zë të ulët. Mbylla xhamin dhe u përpoqja ta haroj menjëherë atë moment. Semafori u bë jeshil dhe vazhdova rrugën. Në kokën time ishte një gest i vogël që filloi dhe mbaroi aty. Por, në të vërtetë nuk ishte ashtu. Rrugës për në punë pata disa herë ndjesin sikur dikush po më ndiqte. Shikoja nga pasqyra, por nuk vura re asgjë konkrete. Ja vura fajin ankthit të mëngjesit. Kur arrita, parkova makinën dhe dola shpejt. Ishte një mëngjes i freskët, por unë ndihesha çuditshëm dhe e tensionuar. Teksa po afrohesha te hyrja e godinës, ndjeva përsëri ndjesinë e sikletshme. U ktheva dhe aty ishte ai, i njëjti burr, qëndronte pak më larg pranë një muri duke më parë. Zemra më rau fort. Në atë moment nuk ishte më një ndjesi e paqartë, ishte shumë e qartë. Ai më kishte ndjekur. Bëra sikur nuk e vura re dhe u futa brenda sa më shpejt që munda. Por duart më dridheshin lehtë. Ula në vendin tim të punës dhe për disa minuta nuk bëra asgjë. Vetëm mendoja, si mund të më kishte ndjekur? A ishte kjo rastësi? Por brenda meje e dija që nuk ishte. Gjatë paradites nuk arrija të përqendrohesha. Çdo zhurmë më dukej e fortë dhe çdo lëvizje më tërhiqte vëmendjen. Në një moment u afrova te dritarja dhe e pash përsëri. Ishte aty. Nuk lëvizte, vetëm rrinte dhe her pas here shikonte drejt hyrjes. Në atë moment ndjeva frikë të vërtet. Jo panik, por një ndjenjë e thellë pasigurie. Vendosa të mos e mbaj më për vete. I tregova një kolegu çfarë kishte ndodhur. Ai menjëherë u bë serioz. Kjo nuk është normale, tha. Duhet jemi të kujdesshëm. Ai doli jashtë bashkë me një tjetër koleg. Nga dritarja i pash teksa ju afruan burrit. Ai nuk bëri asgjë, vetëm u largua ngadalë. Mendova që mbaroi, por nuk kishte mbaruar. Gjatë gjithë ditës ndjesia që ai mund të rikthej nuk më la të qetë. Pas dite kur ora po afroi për të ikur, ndjeva përsëri tension. Shkova tek dera, por nuk dola menjëherë. Pash nga xhami dhe ishte përsëri aty. Këtë herë ishte më afër hyrjes, sikur po priste dikë. Në atë moment nuk mendova dy herë, u ktheva dhe kërkova ndihmë. Një koleg pranoi të më shoqëronte deri tek makina, dolëm bashk, sapo ai na pa, burri u tërhoq dhe filloi të largohej pa thënë asnjë fjalë. Nuk vrapoi, nuk u kthye, thjesht u zhduk në rrugë. U futa në makinë dhe mbylla derën me një ndjenjë lehtësimi që nuk e kisha ndjer prej orësh, por edhe me një mendim që nuk më largohej, që nga ajo ditë jam bërë më e kujdesshme, jo sepse nuk dua të ndihmoj më njerëzit në nevojë,
por sepse kam kuptuar që jo të gjithë e shohin një gjest të mirë në të njëjtën mënyrë. Dhe ndonjëherë një moment i vogël në një semafor mund të kthehet në një histori që nuk e harron dot kurrë.